Një ditë para Bajramit, shitësit e ëmbëlsirave thonë se ëmbëlsirat me sherbet vazhdojnë të jenë më të preferuarat për t'u blerë. Megjithatë, sipas tyre, festimet nuk janë si më parë, pasi dikur porosit bëheshin që 10 ditë para festës. Ende ka nga ata që blejnë kore dhe ara për t'i përgatitur ëmbëlsirat vetë në shtëpi. Janë, mirë për edhe nuk janë sa që dohet, sikur ka qenë më përpara, kanë pas interesim shumë doje bile 10 ditë përpara Bajramit, ka i bë porosira, atash tobër. Po mu më duke se njerëzit ndodhin, kjo ndodhë se edhe hekin gurbet. Gjithë një është kjo për Bajram, ëmbëlsira me sherbet. Si për shembull sheqerparja, baklava, tollumbat, ka këtu edhe trileqe, edhe idiokat janë më të njoftura. Interesimi si gjithmonë. Korët, kadaifi, arat, çmimet janë njëjta. Çmimet s'ka lëvej që 3 vjetë, si këmi lëvej. Ndërkohë në sheshin e Tetovës, shoqata Uniteti Islam ka shpërndar 5.000 dhurata për fëmijët, duke sjellë gëzim dhe atmosferë festive në prag të Bajramit. Që kjo festë e Fitër Bajramit jetë pak më ndryshe, duke dhuruar 5.000 dhurata për fëmijët e qytetit tanë. Këta dhurata po shpërndahen dhe deri më tani, do me thënë aktualisht janë shpërndar afër 3.000 dhurata. Normalisht përveç sheshit, ne kemi shpërndar edhe në disa qerdhe, në disa shkollat të tjera, gjithashtu edhe tek reparti i fëmijëve në spital, do me thënë janë shpërndar një pjesë e dhuratave. Festa e Bajramit vjen pas 29 ditësh agjërimi. Është një ndër festat më të rëndësishme për besimtarët musliman.